Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ti meriton dikë më të mirë se unë. Gjesti i jep fund me Eglin. Gjesti dhe Egli vazhdojnë të lënë pezull marrëdhënien e tyre brenda shtëpisë, duke krijuar konfuzion jo vetëm mes tyre, por edhe te publiku dhe fansat. Këngëtari në një moment i shprehu Eglit se kishte ndjenja për të dhe se e konsideronte si të dashur, por vetëm një ditë më vonë, qëndrimi i tij ndryshoi rrënjësisht. Ti meriton lumturinë e botës, e di se do ta gjesh diku tjetër. U shpreh duke lënë të kuptohet një tërheqje nga afrimiteti i mëparshëm. Reagimi i Eglit nuk vonoi. Si është e mundur që një natë më parë më thua se jam e dashura jote dhe të nesërmen më thua se do të gjej lumturinë tjetër kund? Gjesti u përpoq ta sqaroi. Ti e meriton një më të mirë se unë. E meriton me qenë e lumtur. Besoj se do ta gjesh. Shumë gjëra të mira do të ndodhin. Ky ndryshim i papritur në komunikim ka sjellë shumë pikpyetje mbi marrëdhënien e tyre dhe ka ngjallur reagime të shumta në rrjet.